Did it record or should I start again? I'll start again. I'd like to express my condolences to the families of the 34 victims of the Russian missile attack on Sumy. My thoughts are also with the more than 100 people who suffered injuries. Janë me më shumë se 100 persona të cilët janë plagosur dhe që uroj që të dimëkëmben sa më shpejt. Sulmet me raketa balistike që u bën të dielën nuk quhen tjetërsoj përveç se krim lufte dhe siç e dini një sulm tjetër i ngjashëm kishte ndodhur në Kryvyi Rug pak më parë. Ka një interpretim që ju bëhet këtyre ngjarjeve si një lloj gabimi në shënjestër, po në qoftë se vini në shënjestër civilët e qytetet e pushtuara civile, atëherë do të vrasësh civil. Cili ishte gabimi? Mos ndoshta kishte qytete të tjera që duheshin goditur, a mos duhet të besojmë që raketat ruse janë kaq jo precize që nuk godasin dot qytetin e duhur? Jo, nuk mendoj që është një përgjigje cinike nga presidenti Putin për të marrë mirëbesimin e Amerikës dhe ndaj vullnetit të Ukrainës për të marrë një armë pushim të kushtëzuar nga e cila duhet nxjerrim konkluzione, që do të thotë se Rusia ende nuk e ka ulur shkallën e ambicjes së saj. Ajo sërish kërkon t'i mohojë Ukrainës të drejtën për të ekzistuar si shtet i pavarur dhe sërish do të pushtojë Ukrainën. Sigurisht, do donin ta bënin me mjete paqësore. Kur Putini thot paqe, ai nën kupton se kërkon që viktima e agresionit të tij, Ukraina, të kapitullojë, por kjo nuk do të ndodhë. E për ta bindur që kjo nuk do të ndodhë, na duhet të rrisim trysnin dhe shpresoj që presidenti Trump të dalë në konkluzionet e duhura. Në situatën e përgjithshme aktuale gjeopolitike, zgjerimi mbetet në pararojë të agjendës politikave të BE-s. Presidenca polake mbështet një zgjerim bazuar në merit të BE-s dhe tashmë më shumë se kurrë mirëpritja e anëtarëve të ri është një investim gjeostrategjik në paqe, prosperitet e siguri. Në fakt, ambicia presidencës për të bërë progres në zgjerim, qoftë në lindje, qoftë drejt Ballkanit Perëndimor. Politika ambicioze e anëtarësimit e zgjerimit ka qenë diçka për cilën kemi punuar pareshtur qysh në krye të presidencës, sigurisht krah për krah me Komisionin. E mbyllëm 2024 me një vizitë në Shqipëri dhe në fillim të 2025-s pata mundësi të prisja komisioneren Kos në Varshavë. Zgjerimi i BE-s ishte në thelb të bisedimeve tona. Jam i lumtur që gjendem këtu sot së bashku me kryeministrin Rama dhe komisioneren Kos pas një konference shumë të suksesshme ndërqeveritare me Shqipërinë, gjatë së cilës kapitulli i dytë i negociatave pushtuar tregu të përbashkët të çel. Kapitulli që hapëm sot janë etik për integrimin ekonomik të Shqipërisë në tregun e brendshëm të BE-s. Ato mbulojnë fusha kyçe ekonomike. Reformat e nevojshme do të çojnë në përputhshmëri ekonomike me BE-n, do të rrisin mundësitë tregtare dhe po kështu do ta bëjnë Shqipërinë më tërheqëse për investime. Ju përgëzoj kryeministri Rama dhe qeverinë tuaj për përpjekjet tuaja dhe dedikimin e qartë ndaj rrugtimit drejt BE-s dhe më duhet të përsëris veten për faktin që shumica ndërmuese e popullit shqiptar mbështet rrugën në të cilën ju jeni. Kjo është një shtysë pozitive për ne për të përshpejtuar procesin e negociatave. Përgëzoj Shqipërinë që është një partner e besueshme në fushën e sigurisë si aleate e NATO-s dhe një mbështetëse e palëkundur e Ukrainës. Përgëzoj qytetarët e Shqipërisë veçanërisht sepse konferenca e sotme shënjon një hap shumë të rëndësishëm drejt integrimit të Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. BE-ja është e ardhme e mirë, e sigurt
dhe e begat, qyshse kur ne kemi përjetuar në Poloni që prej vitit 2004 dhe ata që janë larguar nga BE-ja janë penduar tashmë për këtë. Sigurisht, do të kërkoj përpjekje të mëdha dhe përfshirje të përgjithshme sociale, por ju siguroj që ja vlen të bëhet një përpjekje e tillë. Shpresoj që muajt e ardhshëm do të kemi mundësi të zhvillojmë konferenca të tjera ndërqeveritare me vende të tjera. Kemi një agjendë ambicioze për presidencën tonë, përfshi Moldovën, Montenegron e Gjeorgjinë kështu me radhë. Dhe çështje të rëndësishme si formësimi i ardhshëm i Bashkimit Evropian, shpresoj të jetë diçka për cilën do të gjejmë një mbulues të përbashkët. Edhe një herë përgëzoj kryeministrin Rama dhe publikisht do të them që ju bëj thirrje autoriteteve hungareze që të mos vënë më vetën për instrumentin e paqes së BE-s dhe për çeljen e kapitullit me Ukrainën. Faleminderit ministër, kryeministër, ju lutem. Minister Sikorski, i dashur Odek, më lejo të bashkohem me ju në shprehjen e ngushëllimeve për miqt tan Ukrainas. I sign every word you mbështes çdo fjalë që në mënyrë kaq elokuente tat për atë çfarë ka ndodhur jo fort larg prej këtej në tokën europiane si një krim i pamohueshëm lufte. Saktësisht 6 muaj më parë qëndroja këtu në këtë salë pasi çelëm bisedimet për grup kapitullin 1. U kthyem sërish më pas dhe çelëm bisedimet për grup kapitullin 6 dhe sot jemi po prap këtu për të ecur përpara me grup kapitullin 2, tregu i brendshëm. Nuk mundem përveç se të shpreh fjalë mirënjohëse për presidencën polake, për udhëheqjen e saj të qëndrueshme dhe angazhimin e palëkundur për ta çuar përpara këtë proces. Jemi absolutisht po kaq mirënjohës ndaj të gjitha shteteve anëtare të BE-s për mbështetjen e tyre për ta realizuar këtë gjë në një mënyrë kaq pa pengesa sa që duket vërtet diçka që është habitse për ne, duke pasur parasysh prej ngavim, prej betejave të gjata për një kohë të gjatë. Falënderimet tona të sinqerta shkojnë si për herë edhe për Komisionin Evropian dhe sigurisht për komisioneren ton, Marta Kos, e cila si që thash më parë, dikur thyente rekorde duke qarë ujin dhe u bë kampione e vendit të saj. Tashmë është bërë kronometri i vendeve tona që mban kohën, që ruan ritmin dhe që sigurohet që çdo lëvizje të na çojë përpara me disiplinë e me synim. Më lejoni që të theksoj që së bashku me Komisionin dhe nën udhëheqjen mjaft të disiplinuar të Martës kemi rënë dakord për një agjendë mjaft ambicioze. Po presim me padurim që të sigurohemi së bashku që brenda 2027-s të gjithë grup kapitujt jo vetëm të jenë çelur, por edhe të jenë mbyllur. Është vërtet super ambicioze, por jemi këtu sot për të rikonfirmuar vullnetin ton të fortë, vendosmërinë tonë dhe pasionin ton të plot për të arritur këtë objektiv. Jam i sigurt
që my dear friends të on my dy left, and miqtë e mi të dashur në të majtën time, many of you here have dhe heard this shumë prej before, jush këtu e but kanë this is dëgjuar këtë worth më parë, repeating. por ja vlen For ta Albania, përsëris. Për Shqipërinë, EU membership is antarësimi far në BE more është than shumë më a tepër political or an se economic sa ambition. një ambicie It politike is an apo ekonomike. existential choice of life. Është një zgjedhje ekzistenciale jete. We were never allowed to choose Nga një for vend centuries and kur generations. nuk jemi lejuar të zgjedhim për shekuj e breza të tërë tek një ardhmje, tek një ardhme të cilën gjithmonë kemi dashur ta kemi. E dim shumë mirë dhe kemi mësuar në mënyrën më të vështirë që liritë tona individuale, barazia jonë përpara ligjit dhe mënyra jetesës që duam për fëmijët tanë dhe për brezat tanë të ardhshëm nuk mund të garantohet askund tjetër përveç se brenda Bashkimit Evropian. Kështu që edhe një herë, falemderit shumë i dashur Radek, e di që ke shumë punë për të bërë, e megjithatë keni qenë tejet i dedikuar ndaj kësaj pjese të gjithë asaj punët madhe të presidencës suaj dhe keni realizuar diçka që ne s'do ta harrojmë kurrë. Dhe faleminderit Marta që na besove që na dhe besim dhe që më lini ta them ashtu siç është që edhe na ke shtyr pa hezitim, sepse kjo është e vetmja mënyrë për të ecur përpara dhe ne e dim. Thank you, Prime Minister. Faleminderit Kryeministër, komisionere të lutem. Thank you, dear Prime Minister. Faleminderit i dashur Kryeministër, i dashur Ministër. Albania is really a success Shqipëria story of është our vërtet një histori suksesi e procesit tonë të zgjerimit dhe sot kemi hedhur një tjetër hap drejt antarësimit të Shqipërisë në BE. Por zgjerimi për mua është më shumë se sa t'i shtosh BE-s një vend. Ai ka të bëjë me bashkimin e Europës. Radek and myself are so-called generation 2004. Jemi brezi i 2004-s, ashtu quajtur brezi 2004-s. Kështu që mund të themi në vetë të parë se cilat janë përfitimet e vendeve tona, vendi yt është më i madh se imi. Por se çfarë kanë përfituar vendet tona nga antarësimi në BE, dhe në fakt është diçka e bukur për të parë. Spari sepse ne vetë mund ta shpjegojmë se si ishte kur aplikuam dhe se si është 20 vjet më vonë. Kështu që faleminderit i dashur Ministër Sikorski për mbështetjen tuaj vërtet të madhe që ne të mund të zhvillonim konferencën e parë ndërqeveritare gjatë presidencës suaj dhe faleminderit ekipit tuaj që e bërit mundur këtë. Dhe në fakt është dajmë mirë edhe për qytetarët e Shqipërisë si qytetarë të ardhshëm të BE-s. Është rezultat i vendosmërisë autoriteteve në Shqipëri për të realizuar reformat përgjatë shumë viteve. Dhe është po kështu edhe arritja e shumë në punësve civil që punojnë çdo ditë për procesin e zgjerimit. Është një punë e madhe, po. Mund të jem, si ta them, një trajnere e fort apo një kronometër. Por në mënyrë që të jemi në gjendje që të arrijmë rezultate, duhet të jesh të motivues, kështu që shpresoj fort që ta kem përmbushur edhe këtë detyrë. Shpresoj që ky do të jetë i pari i shumë kremtimeve këtë vit. Thirrja ime për veprim është që të kremtojmë çdo hap të vogël të hedhur, sepse këtë ditë është më e rëndësishme se kur dhe do donim që të çelim të gjithë kapitujt negociues, e të nisnim të mbyllnim kapituj, sepse plani është që të çelim të gjithë kapitujt këtë vit dhe pastaj nga viti tjetër të nisim të mbyllim. Duhet po kështu ta shohim çeljen e grup kapitullit sot të tregut të brendshëm si shumë të rëndësishëm, si një perspektivë shumë të rëndësishme në
kuadrin e sotëm, sepse ndërkohë që proteksionizmi dhe tarifat po kthehen në shumë pjesë të botës, puna jonë për këtë grup kapitull është të heqim këto barriera, është për të përmirësuar konkurrueshmërinë, për siguruar standardet e larta të prodhimit, të sigurojmë mundësi të shumta ekonomike për të dyja palët, për kompanitë në Shqipëri e për kompanitë në BE. Dhe po kështu ka të bëjë me më shumë mirëqenie për të gjithë, sigurisht. Tashmë po shkyqim e po marrim shumë nga përfitimet e tregut të përbashkët për Shqipërinë me integrimin gradual dhe ndërkohë vendi po hyn në këtë treg përmes planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor. Kjo po lehtëson tani më biznesin dhe po forcon zinxhirin e vlerës europian për të krijuar mundësi të reja. Për shembull, Shqipëria është bashkuar tashmë me hapësirën e përbashkët pagesave në euro. Kemi në fakt guvernatorin e Bankës Qendrore të Shqipërisë, më vjen mirë që ju kemi këtu. Presim me padurim që të fillojmë me shpejtësi të plotë gjatë vjeshtës dhe kjo nuk kupton që sipërmarrësit e rinj në Tiranë mund të marrin pagesa nga klientë në mbar Europën, njësoj si një biznes në Vjenë apo në Bruksel. Antarësimi plot mëtej do t'i çlirojë, do t'i japë të gjitha këto përfitime dhe ky është objektivi dhe në kuadër të mandatit të këtij komisioni. 2030 është në rregull, kryeministri, 2030 është në rregull. Për të arritur këtë, angazhimet politike duhet vazhdojnë, sidomos në zona kritike si reforma në drejtësi, pavarësia e gjyqësorit, lufta kundër korrupsionit, të drejtat e pronësisë, çështjet e pakicave dhe sigurisht edhe liria e shprehjes që sepse përmbushja e piketave të ndërmjetme patjetër që është e nevojshme. U tha që ka një përqindje të jashtëzakonshme në Shqipëri që është pro-europiane, më shumë se 95% dhe është sa u takon konsensuseve kombëtare më i lartë në Evropë dhe më i lartë mes vendeve kandidate dhe ky duhet të shfrytëzohet për të angazhuar të gjithë sektorët e shoqërisë, komunitetet vendore, sepse duke folur nga përvoja ime, në qoftë se të gjithë qytetarët e Shqipërisë do ta ndjejnë se çfarë nuk kupton dhe çfarë do të sjellë antarësimi, atëherë kështu do të jenë mirëfilli pjesë e BE-s. Ne punojmë me një ritëm shumë ambicioz dhe nëse Shqipëria realizon zbatimin e reformave të nevojshme, unë do të jem avokati juaj më i mirë në Bruksel dhe në të gjitha shtetet anëtare. Kështu që mesazhi im për qytetarët shqiptar është i qartë. Ardhmja e Shqipërisë është padyshim në BE. Nuk ka dyshim për këtë. Sot ne jemi më pranë arritjes së këtij objektivi se kur ndonjëherë. Dhe komenti i fundit, suksesi juaj ka një ndikim më të gjerë, sepse mund të tregoni të gjithë rajonit të Ballkanit Perëndimor që me punë të madhe dhe me vendosmëri kjo mund të bëhet hap pas hapi. Faleminderit komisionere, do të kemi kohë për një dy pyetje. Tashmë do të marr së pari pyetje nga salla Radio Televizioni Publik Shqiptar. Good evening. Mirëmbrëma. Sot është një ditë e mirë për Shqipërinë dhe për qeverinë tuaj, kryeministër Rama, por dua të di në qoftë se keni një datë për çeljen e grup kapitullit tjetër gjatë presidencës polake. Faleminderit. This requires unanimity, as you know. Kjo kërkon unanimitet, siç e dini. Për shembull, për Ukrainën nuk kemi unanimitet, ndërkohë që për Shqipërinë po shkon më mirë. Problemi me datat është që ose ke standarde ose ke data, nuk mund t'i kesh të dyja bashkë. Do të bëjmë maksimumin që të përshpejtojmë, sepse populli i Lirisë i takon perandorisë dhe në këtë rast vullnetarisht. And I want to add that dua të shtoj we have full confidence that që kemi besim të plot që presidenca polake do të vazhdojë as Marta
shty gjërat përpara duke marrë në konsiderat atë çfarë përmendi edhe Marta. Ëndra jon është jemi pjesë e këtij unioni në 2030, ndaj plani është që të përmbyllim të gjitha negociatat në 2027, që është kohë shumë e shkurtër, ndaj na duhet që çdo ditë and that's why we need to have more work on our table. Ndaj, na duhet të kemi edhe më shumë punë për të bërë. Team Albania members Kështu që that are të gjithë antarët connected e ekipit të Shqipërisë që janë të lidhur me grup kapitullin 2 janë këtu dhe mund ta imagjinoj që tashmë janë në stres sepse do të kenë shumë më tepër për të bërë, por në gjithë kohë dua të falenderoj ata dhe gjithëkënd në ekip sepse po punojnë çmendurisht dhe po japin rezultate deri tani. Ne e kemi mësuar në kurriz që me BE-n mos kërko kurrë një datë, por duhet të jesh gjithmonë gati për datën, sepse ne jemi këtu për të dalë në takim me BE-n. I don't see other questions in the Faleminderit, nuk shoh ndonjë pyetje tjetër në sallë, kështu që mund të shkojmë në online. Kushdo që do të bëjë një pyetje të ngrer dorën dhe të ndes kamerën. I don't see any questions. Nuk shoh ndonjë pyetje përmes internetit. Kjo e përmbyll konferencën tonë për shtyp. Apo keni ju një pyetje? Apo pyetja e fundit. Monada Mehmetaj, jurnalist freelance, gazetare e pavarur politike. Has the valid Serbian-Kosova dialogue been and could Dialogu midis Serbisë dhe Kosovës ka qenë apo mund të shndrohet në pengesë për aderimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian? So they can't veto. Po, nuk janë antar, kështu që nuk mund të vënë veton. Kështu që inshallah jo. Okay. Inshallah jo, faleminderit. And I have another question. Kam edhe një pyetje tjetër për kryeministrin tim. If I can. Në qoftë se mundem. Okay. It's easy for me in French if you want. Është e lehtë për mua në frëngjisht në qoftë se doni. In the meeting that took place në takimin që u zhvillua me Presidentin Costa, was there any project for advancing faster steps in the chapter are moving at the right? Siguruar që të kemi hapa të përshpejtuar the May summit apo do të na duhet që të presim për summitin e Majit që të zgjidhim diçka më tepër. Kam ma hamendja që kjo është ChatGPT bel, që është mbreslënës, por e kuptoj pyetjen. Është shumë e thjeshtë me presidentin e Këshillit Evropian. Patëm një diskutim më të gjerë për përparimin që po bëjmë në këtë rrugtim për summitin e ardhshëm të komunitetit politik evropian më 16 maj në Tiranë, ku do të mikpresim takimin më të madh në historinë tonë. E ku presim me padurim që të jemi si gjithnjë mikpritës special. Po kështu bëm një bisedë rreth situatës në rajon dhe rreth vendeve një nga një. Dhe ishte si për herë bisedë e shkëlqyer sepse presidenti është mjaft i mençur. Person to the Western Balkans, një person mjaft i vëmendshëm ndaj Ballkanit Perëndimor dhe jam i lumtur që do të vizitoj vendet e Ballkanit Perëndimor në vigjilje të summitit. Ishte shumë mirë, por më duhet ta theksoj edhe një herë. Ritmi i çeljes së grup kapitujve dhe i punës me kapitujt
i takon komisionit. Ne duhet të sigurohemi që gruaja në këtë sallë jetë gjithmonë e lumtur me ne. Në të kundërt nuk ka president, nuk ka mbret, nuk ka perandor që të mund të na shpëtoj pa marrë një shpull fytyrës. Nisa duke u bashkuar me ministrin në fillim dhe dua ta përmbyll duke u bashkuar sërish me atë që thaj që ne po presim me përgjërim që të bëhemi pjesë e kësaj perandorie, sepse kemi qenë gjithmonë pjesë e perandorive dhe kjo është e para perandori ku duam të jemi dhe ne jemi shumë besnik ndaj perandorive. Ndjenja jonë e besnikërisë nuk mund të përmbushet pa qenë me një perandori. Kështu që inshallah. Faleminderit, natën e mirë.